krahasim me Vietnamin, është shumë i madh në territori i tij është shumë i vështirë për të operuar nga ana e ushtërie dhe popullsi shumë e madhe. Amerikanët këtë që sapo thatë ju, këtë lloj doktrine të dominimit ajror, e përdorën shumë në Irak, në 91-shin. E realizuan dominancën ajrore, por nuk arritën dot që plotësisht të gjenin ku ishin bazat e lëshimit të raketave irakiane, dhe mos harroni që Iraku është vetëm fush, vetëm shkretir, fush dhe lumenj. Nuk arritën 4 herë më e vogël. Por nuk arritën dot të gjenin plotësisht, megjithse Iraku po pushtohej nga amerikanët, Saddami vazhdonte gjunte me raketa Scud Izraelin. Vazhdonte e gjunte. Pra, ka disa avantazhe Irani në krahasim me kundërshtarët. Gjithsesi, Amerikanët e bombarduan Vietnamin 10 vjet rresht. 10 vjet rresht. Kishin dominancën ajrore të plot me Vietnam, edhe përsëri nuk arritën dot që të edhe fort të plot nga fundi nuk e patën, se vietnamezët morën avion. Dhe runin vetëm Hanoin dhe Haiphongun, portin kryesor nga finin këto. Po, të njëjtën gjë edhe ka dhe Irani. Irani ka lidhje ekorodhore nëpërmjet Pakistanit me Kinën. Jo, do doja... Ka lidhje rrugore me Rusin. Jam kurioz të di, zoti Shuko, nëse kjo nuk do funksionoj, pra për një arsye ose një tjetër, Izraeli është i pakënaqur nga frenimi, sepse pritet që të merren të dhënat se sa është dëmtimi i Nuk mund të dim dot në asnjë. Po, këtë do ta marrësh nëpërmjet inteligjencës. Se kratere bombash aty ka, por sa kanë penetruar asnjë se di. Dhe ta them se në një moment nuk i kanë bërë ndonjë dëm të madh Iranit. Cila mund të jetë strategjia? Pushtimi shumë i vështirë të pushtohet një vend 90 milion banor. Unë mendoj që pushtimi është i përjashtuar, e vetmja rrugë. Both on the ground. E vetmja rrugë e depërtimit të pushtuesit, le të themi të amerikanëve, se Izraeli as bëhet fjalë fare. Shikoni është pjesa e Irakut. Po. Rruga e depërtimit të forcave pushtuese amerikane, qofse do të vi ky skenar, është nëpërmjet Irakut. Po të shikoni gjeografinë, që masive malore që janë aty. Pastaj do t'i duhet minimalja 6 muaj ushtrisë amerikane të grumullohet, të përqendrohet. Minimalja 6 muaj. Dhe unë mendoj që ky lloj varianti i pushtimit toksor nuk e ka. Më kam vetur në mendje Bill Gates, po ish sekretari i mbrojtjes, në mos gaboj në kohën e Clintonit, thoshte që në momentin që do kërkojnë një president amerikan do kërkoj të vendosi çizmën e ushtarit amerikan në shkretirat e lindjes mesme, duhet ta vizitojmë nga trut e kokës sepse nuk është në rregull. Tani, strategjia tjetër. Nëse Irani vazhdon këtë loj force që mua nuk më duket se ata duan ta vazhdojnë konfliktin. Po, se ishte veprim diplomatik i studiuar shumë një lajmëri. Por, do vazhdojnë programin bërthamor. Cila është strategjia tjetër? Ta kthejnë në epokën e gurit, ta bëjnë kallame, sepse nuk mundën dot. Shikoni, Irani një sekond me forcë ajrore. Me forcë ajrore, po përsërit kjo gjë do të varet shumë nga vendosmëria e vetë Iranit si shtet, e popullit Iranit. Unë mendoj që gjitha këto lloj konfliktesh i bashkojnë popullit. Po, e vërtetë është kjo. Dhe nga vendosmëria e dy aleatëve të tij më të madh. Është ravizuar, kemi biseduar, kemi 3 vjet rresht që bisedojmë. Është ravizuar blloku. Çfarë, po një blok i cili nuk u tregua shumë entuziast. Po kur 12 ditë zgjatën. Irani i kishte gjitha kapacitetet e veta që ta godiste Izraelin, siç e goditi. 12 ditë zgjati. Veprimet e këtyre dy të mëdhenjve aleat të Iranit do të dukeshin qofse konflikti do të vazhdonte, do të shtohej. Unë mendoj që specialistët të rusë dhe sidomos ata kinezë të kibernetikës, të mbrojtjes ajrore,
edhe të forcave hapësinore, pra, të këtyre raketave balistike, unë mendoj që ata janë në Teheran. Është në interesin nga ana operacionale, po flasë, është në interesin maksimal të Kinës, sidomos, të Kinës, të marrit të dhëna teknike rreth përdorimit të aviacionit izraelit në hapësirën ajrore, rreth përdorimit të F-35-ave. Qofse specialistët kinesë të mbrojtjes kundërore do të arrijnë që të gjurmojnë, të regjistrojnë elektronikisht gjurmën që le F-35 në ajër, ata kanë arritur ëndrrën e tyre. Sepse rreziku nesër i atij konfliktit i hallkës së tretë të zinxhirit që kemi folur, Tajvanit, është F-35 amerikanë, është F-22 amerikanë, është B-2 amerikanë. Këto janë. Pra, amerikanët janë në supermaci vetëm në këto 3 avion. Sepse përmbajtëse kanë dhe kinezët, raketa balistike, raketa cruise, raketa hipersonike, kanë dhe kinezët. Destroyer të shumë të fuqishëm kanë dhe kinezët, raketa kundërore. Por kanë, të gjithë thonë që kanë një problem të madh, ende nuk e kanë provuar në terren se çfarë bashkëpunimi kanë mes armësh. Ajo është problemi i gjithë. Ai është problemi i të gjithë komandave të bashkuara dhe shtabeve të përgjithshme të gjithë botës. Nuk është vetëm i kinezë. Rusët, ukrainacët dhe amerikanët e kanë këtë eksperiencë. Ku e kanë amerikanët? Në luftrat që kanë bërë. Ka luftë e fundit e madhe që bën amerikanët kundër një kundërshtari, thuajse të ardhur është po gjithsesi në 2003. Më mirë se manovrat ushtarake. Të gjithë shtetet, të gjitha ushtrit e kanë në doktrinë luftimin gjithë armës, po të shprehemi sakt shqip, luftimin gjithë armës e kanë në doktrinë dhe e shkruajnë zeza mbi të bardhë që është lloji më i vështirë i organizimit të luftimit, është bashkëveprimi i llojeve të armëve dhe të shërbimeve. Të gjitha kanë. Problemi është se kinezët e testuan në këtë luftën 5 ditore me Indinë, e testuan teknologjinë e tyre. Jo më moderne. Për shembull, gjuhësi kinez që e ka dhe Iraku, Pakistani, quhet IJ-10C. Ai që thuhet që rrëzoi Rafaelin po Rafaelin. E pranojnë të gjithë tashmë që Rafalia ka i problem ose ky gjuhësi kinez është goxha i përparuar në elektronik. Tashmë luftën e bën qipi elektronik. Ka i problem. Radari i avionit, avionik si është radari i cili është truri i gjithçkaje dhe distanca e raketave. I gjithë sistemi që përbën një platformë aerore, një sistem ai, dhe radari është truri. Radari kryer funksionet e vëzhgimit, të kapjes aerore dhe drejtimit raketës. Kemi një problem që luftrat e sotme tregojnë që nuk mjafton më ajo 3 ditë kurs. Sa ishte trajnimi jonë, 3 muaj ishte? Jo, ku trajnimi i kujt? I aviacionit? I ushtarëve tanë në kohën e monizmit. Në kohën e monizmit, trajnimi bazë gjase 3 muaj. Po pra bazë? 3 muaj. Po pra. Pastaj, trajnimi Nëse nga fundi përfunduan që mbillnin patate, pas 3 muaj. Si ka, programi mësimor ishte 1 vit. 1 vit. Dhe vazhdonte trajnimi, po 1 vit ishte programi mësimor. 3 muaj ishte trajnimi bazë dhe 7 muaj. Sa përfshin të trajnimi bazë? Trajnimi bazë është ta përgatitësh ushtarin nga ana disiplinore, nga ana rreshtore, të di të përdor armën, të bëj qitjet, të di të zbatoj urdhrat taktik dhe të di ku e ka vendin në rresht, në skuadër. Çfarë roli ka? Mitralier, automatikës, granatedhës, mortaist, ndërlidhës, këto. Trajnimi kolektiv është i marrësh gjithë këto ushtarë në një skuadër, në një tokë, dhe ti përgatitësh
si të dinë të veprojnë në fushën luftimit për krah njëri tjetrit, të bashkëveprojnë me atë majtas djathas. Sepse edhe organizimi i asaj skuadre, që është 10, kjo skuadrë me 10 veta është organizuar në 3 grupe. Grupi i mbështetjes, në qendrën e cilit ishte Mitrolozi, dhe 2 grupet e tjera, të cilët veprojnë. Këtë nënkupton trajnimi kolektiv. Dhe në qoftë se do të trajnosh skuadrën dhe togën, e ke trajnuar nga trajnimi tjetër, faza tjetër e trajnimit nuk kishte të bënte me ushtarët, kishte të bënte me shtabet për të realizuar atë bashkëveprimin e armëve, të shërbimeve dhe të njësive dhe të reparteve me njëra tjetër. Pra trajnimi themelor, më kryesori, më thelbësori i një ushtërie është trajnimi i shtabeve.